Caitlin Kapaj, një vajzë e lindur në Angli nga dy prindër shqiptar dhe shkolluar në një nga kolegjet më të njohura të Mbretërisë së Bashkuar, ka zgjedhur shkollën Perla në Vlorë për zhvillimin e praktikës mësimore në kuadër të shkëmbimit të përvojës si pjesë e kurikulës mësimore në sistemin arsimor anglez. Në North Christian High School dhe jam në klasën 10. Se keni zgjedhur shkollën Perla? Se kam dëgjuar që është shumë shkollë e mirë dhe ka shumë kërkesa të vinë te kjo shkollë. Lëndët e tua të preferuara cilat janë? Lëndët të mi të preferuar është inxhinieri, art edhe matematik. Sa orë mësimi zhvilloni ju në kolegj? 7 orë mësim bëjmë. Aktualisht po kryeni praktikën mësimore në kuadër të shkëmbimit të përvojës pranë shkollës Perla. Mund të na thoni, kjo praktikë është pjesë e kurikulës mësimore? Po, është për eksperiencë edhe të mësoj ndryshe gjëra për shkollët si funksionon. Ndryshe nga nxënësit e shkollës Perla, ju shohim se keni një kostum të veçantë. Mund të na shpjegoni pak çfarë kostumi është dhe cilat janë këto simbolika që gjenden në të? Gjaketën e kemi më shumë për respekt për mësuesit që na shikojnë. Kemi edhe këta stampa, kjo është për vitin, kjo është për drejtoria e shkollës, kjo është për kështu aktivitet që kam bërë ekstra, edhe kjo është për drejtoria klasës. Pra ju jeni kapiteni e klasës, kështu i vjen? Po. Ka dëgjuar vetëm fjalë të mira dhe pozitive për shkollën Perla, që është në aspektin e rregullit, sigurisë, por edhe rezultateve të larta në procesin e mësimdhënies dhe mësimdhënies, ndaj edhe zgjodhi me shumë dëshirë dhe kënaqësi. Ajo vjen të paktën një herë në vit në Vlorë me prindrit e saj për të kaluar pushimet verore. Por cilat janë objektivat e mëtejshme të Caitlin Kapajt për të ardhmen? Dua të bëjem arkitekt edhe tani po shpresoj që do mësoj për inxhinieri. Ju në fakt keni lindur në Angli. Vini shpesh në Vlorë për pushime? Po, vi një herë në vit në Behara me prindërit. Si duket Vlora? Shumë mirë, më pëlqen shumë si vend. Po. Po bashkëmoshatarët e tu si duken këtu nxënësit? Janë shumë të mirë, shumë të respektuar edhe të afruar. Nuk kisha, më duk si do kisha frikë herën e parë që erdha, po kur i takova nxënësit ishin shumë të mirë. Do të riktheheni sërish, do të vini përsëri këtu te shkolla Perla? Po. Këto ditë në shkollën Perla bashkë me presidentin Petrit Golemi, mësueset dhe nxënësit e klasës së 10 kanë shërbyer për të praktikuar edhe më mirë gjuhën shqipe, edhe pse e lindur në Angli, e flet rrjedhshëm, duke qenë ndër ata shqiptar fanatik të diasporës që ruajnë gjuhën dhe traditat. Ju e flisni shumë mirë, pra keni lindur në Angli, por shqipen e flisni shumë mirë. Po, na i kam mësuar prindrit mua edhe vllajt edhe në shtëpi ashtu flasim shqip. Edhe vllai ka lindur në Angli? Edhe vllai. Edhe ai flet shumë mirë shqip. Edhe ai mirë, po është pak më i vogël edhe më mirë flet anglishtën, po. Kush është për ty gjua më e bukur, anglisht apo shqipja? Shqip më pëlqen më shumë. Po. Familja e Caitlin Kapajt ka një histori shumë interesante, teksa babai i saj ka udhëtuar drejt Anglisë qysh në moshën 12 vjeçare. Njerëz në Angli akoma s'kan qenë shumë, si të them, për njerëz të tjerë që vinë jashtë. Ata më shumë vetëm minin angleza në shkollë në atë kohë, edhe kur vinte ndonjëri në jashtë shtetit nuk i minin në shkollë. Aktualisht shokët e klasës e dini që ju jeni shqiptare? Po e din, po vetëm unë jam. Po, vetëm ne. Konkursi ka qenë 9.000 veta që kjo ka hyrë në atë kolegj. Po. Dhe nuk është ka kollaj që të ish në atë kolegj, duke pasur kjo një cilësi 9 e pyeta që kishte matematikën. Dhe ki parasysh ne e krahasuam edhe me normat tona që kishin, po këta kanë më të dobët matematikën se sa neve. Domethënë ne kemi më të fortë, kurse këta arritën gradualisht në shkollat aty e më lartë. Ju jeni krenare që jeni shqiptare apo jo? Po. Nuk e fsheni asnjë? Jo, 100%. Kur takojmë njëri herën e parë që i themi është jemi shqiptar. Presidenti i shkollës Perla Petrit Golemi e falenderon nxënësen Caitlin Kapaj që zgjodhi këtë institucion arsimor për praktikën dhe shkëmbimin e përvojës. Padyshim, faleminderit dhe çupës që erdhi dhe ka vlerësuar shkollën Perla, duke matur dhe duke ditur kjo që është një shkollë që ka disiplinë, ka një traditë të madhe në shkollë dhe prandaj ka ardhur dhe kjo që mund të shkonte në një qytet tjetër ose në një vend tjetër dhe ta kryente këtë. Dhe është për herë të parë që vjen një fëmijë
i tillë, gjimnazist e klasë 10 dhe ka ardhur te shokët dhe ata shokët e kanë pritur mirë. Dhe kjo ka qenë shumë e kënaqur dhe ka mësuar shumë gjëra edhe nga pjesa jon. Të ka pëlqyer mësuesi matematikës? Po, shumë të Se e them ka të bërë në vërtetën. Gjermani. Po, Ë? po. Po mësues të tjerë, mësuese moza, mësuese anglishtes. Të gjithë kanë qenë shumë të mirë, Edhe shumë të kanë afër. ndryshime se këta e kanë programin një çik më të dobët dhe pastaj rriten në mënyrë cilësore ngadalë, kur është në fund është angli, është kolegj dhe duke qenë kolegj, ne kemi pasur edhe ne qef që t'i vishnim kështu, siç është kjo vajzë, po mentaliteti jon akoma nuk po zbërthehemi që të shkojmë drejt këtyre dhe këta kanë dhe një gjë interesante që për shembull po ta pyes këta celularët i mbajnë mbyllur. Çfarë dënimi merrni ju nëse u kapin celularët që ja hapni? Kur po t'i kapin, qa nuk është si bëje ndonjëherë, t'i marrin edhe t'i bajnë për 3 ditë për shembull herën e parë, pastaj 1 javë, pastaj 2 javë, e vete deri 1 muaj. Edhe po të t'i kapin, duhet të rish bashkë shkollës për gjysmor, edhe pastaj bas ata 3 ditë ta japin prap telefonin. Domethënë të dënojnë. Po. Në forma të tjera, a ka raste që e hapin ndonjëherë telefonin? As edhe një herë. As edhe një herë. Dhe që ju i përqafoni këto rregulla zë Padyshim, pasi duke qenë një shkollë konservatore. Edhe ju prej vitesh patjetër. pra shuheni për rregull dhe për Patjetër dhe ne shuhemi për këtë dhe njohim disiplinën dhe fëmijë që nuk bëjnë për këtë shkollë, ne i lëvizim nga kjo shkollë. Është një shkollë konservatore që ka qenë që ditët e parë që ka ardhur. Dhe ka qenë i vetmi gjimnaz që ka qenë në qytet pa pasur shkollë 9-vjeçare. Tash kemi hyrë në shkollën 9-vjeçare, ne në të ardhmen do të ndërtojmë. Unë do të tregoj edhe aty se ja tregova çupës të pëlqeu projekti i shkollës. Shumë, më pëlqeu shumë si është planifikuar më parë, si e keni planifikuar më para të e bëni, edhe keni menduar do donin edhe fëmijët në një kohë. Jo vetëm si duket shkolla, edhe po do ishin fëmijë të kënaqur të vinin te shkolla. Kate Linka pa i largohet nga shkolla Perla me një eksperiencë shumë të mirë të fituar dhe me njohuri shtesë të marra nga mësues të njohur. Madje shkolla Perla pritet tashmë që të shkojë edhe në Angli nëpërmjet fjalëve të mira të saj për t'u mësuar shokëve se edhe në Shqipërinë e saj të origjinës ka institucione arsimore mjaft të suksesshme dhe me rezultate të larta.